Tashmë të ndalemi në të tjera informacione, po nëpërmjet gazetarit tonë Sido Barka, i cili na sjell një informacion të shtuar sa i takon aksionit të ndërmarrë nga policia për të evidentuar zonat ku edhe mund të kultivohet kanabis. E kemi në komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Brekena dhe Flori. Në fakt ka nisur le të themi përgatitjet e policisë sa i takon mega operacione që pritet të shtrihet në të gjitha qarqet e vendit, sa i takon planit kundër kanabizimit të vendit, kryesisht për goditjen e parcelave. Jo vetëm kaq, por të paktën aksionet e policisë ditët e fundit ose gjatë javës që lan pas janë përqendruar dhe të goditja personave të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Të paktën janë arrestuar disa persona, pjesa më e madhe e tyre në Tiranë, të cilët janë kapur në tentativë për të shitur fara kanabisi, ku njëri prej tyre të paktën u kap me 10.000 fara kanabisi. Në total gjatë javës së fundit janë sekuestruar se le të themi janë goditur disa raste operacione të ndryshme në të gjitha drejtoritë vendore të policisë, të paktën 30.000 fara kanabisi ku janë sekuestruar nga policia, janë arrestuar disa persona, ndërkohë vijojnë hetimet për zbulimin e personave të tjerë, identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Megjithatë, në datën 8 maj pritet të nisë le të themi dhe bashkëpunimi i policisë i përvitshëm i policisë së shtetit me Guardiat e Financa, ku do të bëjnë monitorimin nga ajri në të gjitha zonat, njollat e kuqe le të themi, të cilat dyshohen se pikërisht pra do të shfrytëzohen sërish nga trafikantët për kultivimin e parcelave të kanabisit. Megjithatë, edhe këtë vit të paktën burime bëjnë me dije se në fokus do të jenë malësia e Shkodrës, pra qarku i Shkodrës, ku ngelet sërish le të themi njolla më e zezë sa i takon kanabizimit ose pra le të themi parcelave me kanabis në vend, por duke vijojë me pas dhe me Lezhën, me zonën e Mirditës, gjithashtu me risk të lartë, me një risk të lartë sa i takon kultivimit të lëndëve narkotike, malësia e kryes gjithashtu një tjetër zonë le të themi problematike, por dhe disa zona të jugut. Megjithatë, të paktën deri në këto momente burime bëjnë me dije se përqendrimi më i madh do të jetë pikërisht në zonën e Shkodrës, pra në malësitë e Shkodrës, ku të paktën gjatë viteve të fundit, pra të paktën gjatë 2 viteve të fundit kanë rezultuar se 90% e kanabisit të sekuestruar në total nga policia dhe më pas të azgjësuar përmes djegjes kanë rezultuar se janë zbuluar pikërisht në këtë qark. Ngelet për të parë se si do të jetë implementimi le të themi kësaj marrëveshjeje ose le të themi i bashkëpunimit mes policisë shqiptare dhe palës italiane sa i takon monitorimit nga ajri të zonave me risk të lartë, monitorimi i cili pritet të nisë pra në fillim të muajit maj, pra nga data 8 maj, e cila do të zgjasë deri në muajin tetor. Duket se ka një vëmendje të shtuar Sido nga ana e policisë së shtetit, nëse referohemi në fakt edhe vizitave që ka bërë kreu i policisë së shtetit si në komisariatin e Krujës, por gjithashtu edhe në komisariatet të tjera ku duket sikur lufta është tashmë e hapur ndaj kanabisit. Të paktën këto kanë qenë direktivat që ka dhënë kreu i policisë së shtetit apo jo? Po Flori, në fakt gjatë vizitave që kreu i policisë së shtetit ka zhvilluar deri në këtë momente në disa drejtori vendore apo komisariate të ndryshme të vendit, ka qenë një ashpër me tonet e kritikuese të ashpër i është drejtuar vartësve të tij sa i takon luftës kundër kriminalitetit. Është vendosur le të themi teksti tipikërisht tek kanabizimi, pra lufta kundër mbjedhjes së parcelave me kanabis, për shkak sepse është periudha ku tani trafikantët për shkak të sezonit pra shfrytëzohet kjo kohë për kultivimin e kanabisit, të paktën siç ka ndodhur rëndom në vitet e kaluar. Jo vetëm kaq, por me tona kritike i është drejtuar vartësve të tij sa i takon jo vetëm procesit e kanabizimit, por edhe luftës kundër kriminalitetit apo arrestimit të personave të shpallur në kërkim nga policia për krime të ndryshme. E qartë, do të ketë një indicje, pra operacionet që do të kryhen në Sido e fundit, edhe për ta përmbyllur, pra do të veprohet ndoshta edhe duke patur një informacion apo do të jetë e themi një kontroll rutini i cili do të shkojë në zona të ndryshme, në varësi edhe të eksperiencave të kaluara, pra ato zona që ndoshta kanë qenë problematike. Si është menduar që të orientohet i gjithë aksioni? Sa i takon njollave të kuqe ose njollave le të themi të zeza në hartën ku priten të përqendrohen më së shumti kontrolli dhe monitorimi nga ajri përmes policisë së shtetit dhe Guardiat e Financave, të paktën i referohen dhe viteve të kaluara, pikërisht në ato zona ku kanë qenë më problematike, duke bërë analizën e vetë policia e shtetit, por megjithatë nuk mungojnë dhe informacionet në terren ku përmes le të themi rrugëve dhe informacioneve të ndryshme policia ka arritur që të identifikojë të paktën disa persona të cilët dyshohen si kultivues të kanabisit në disa zona të ndryshme të vendit, kryesisht në zonën e Veriut, të cilët në fakt kanë nisur hetimet dhe po verifikohen sa i takon aktivitetit e tyre. Megjithatë, operacionet nuk kanë nisur ende nga policia, pritet le të themi grumbullimi i provave, por dhe pamjeve filmike të paktën përmes droneve apo helikopterëve të cilët do të bëjë dhe monitorimi nga Guardia di Finanza. E qartë, mirë, si do të falenderojmë për gjitha detajet që përcollen në studio. Faleminderit juve. Faleminderit Sido.